Shkruan Gjergj Zefi që nga pushtimi i Ukrainës në 2022 Rusia nuk ka ndalur se eksportuari destabilitet. Në Ukrainë bën me tanke, në Ballkan me aleat. Moska e sheh rajonin si skenën ku perëndimi mund të gjunjëzohet pa luftë përmes krizës, provokimit dhe tensionit etnik. Mjeti i saj është Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë që një rëndore mban në Europë dhe tjetrën në Moskë. Vučić ka rreshtuar ushtrinë në kufi me Kosovën, ka ndezur zjarre në veriun e saj, ka mbështetur strukturat paralele, ka sabotuar zgjedhjet dhe ka kthyer komunitetin serb në Kosovë në kartë presionin ndërkombëtar. Në Bosnjë, aleati i tij Dodi ka përshkallëzuar agjendën separatiste, duke sfiduar përfaqësuesin ndërkombëtar dhe duke paralajmëruar shkëputje të hapur nga Shteti Federal. Ai është dënuar për shkeljet kushtetutës por mbrojtet nga Beogradi dhe përshëndetet nga Kremlini. Putin e ka atakuar Dodikun disa herë që prej vitit 2022. Filozofi rus Aleksandr Dugin e quan projektin e Dodikut bashkim të pashmangshëm me Serbinë. Kjo nuk është diplomaci, është plan dhe Ballkani është vendi në cilin Rusia ka vite që i vëbastet. Në mal të zi grushti i shtetit i dështuar në 2016 ishte vetëm preludi. Tani përmes kishës ortodokse dhe partive pro-serbe, Rusia kërkon të ndalojë çdo përparim drejt BE-s. Objektivi është i qartë. Nëse Ballkani shpërthen, perëndimi është i pafuqishëm. Nëse perëndimi detyrohet ta ulë Rusinë në tryezën e bisedimeve për të shuar krizën, Putin fiton. Nëse NATO ndërhyn, Ukraina humbet fokusin. Në çdo skenar Rusia del me një avantazh. Perëndimi duhet ta shuajë iluzionin se Vučić është faktor stabiliteti. Ai është zgjatimi i Moskës. Ai shfrytëzon BE-n për para dhe përdor Moskën për fuqi. Retorika e tij europiane është thjesht mashtrim. Strategjia e tij rajonale është projekti i Kremlinit. NATO nuk mund të qëndrojë më neutrale. Tani është koha për sanksione të drejtë për drejta ndaj zyrtarëve serb. Është koha që strukturat e luftës hibride të synojnë boshtin Beograd-Moskë, duke shkatruar mitin e Rusisë si mbrojtëse vëllezërve slav, sepse në vitin 99 Rusia nuk mbrojti askënd. Në 92 votoi për sanksione ndaj Jugosllavisë. Në vitet 90 i shiti armë Kroacisë. Kjo është historia, dhe historia është arma më e fortë që perëndimi nuk po i referohet. Putin e ndez zjarrin në Ukrainë, Vučić i përhap flakët në Ballkan, por është NATO që do të duhet ta shuajë pa iluzione.